Një ngjarje e rëndur u regjistrua paraditën e sotme në qytetin e Shkodrës, ku nga një shpërtim i fuqishëm në hyrje të një pallati në Laçën Perash humbi jetën një 67 vjeçar. Dyshimet e para janë se kemi të bëjmë një atentat pasi shpërtimi ka qenë i fuqishëm dhe dëmet që është shkaktuar në zonë janë të mëdha. Shpërtimi ka ndodhur rreth orës 10-10 minuta në lagjin Manush Alejmani, ndërsa në një deklaratë paraprake policia tha se ka shpërthyer kutia e sahatave të energjisë në pallat dhe përpasoj ka humbur jetën 67 vjeçari Hysni Ymeri. Sipas burimeve po hetohet edhe pista një atentati, ndërsa një sqarje eksploziv është nisur nga Tirana për të përcaktuar shkakun e shpërthimit. Ndërkohë u shehmohen që shpërthimi ka ndodhur për shkak të shpërthimit të kutisë së sahatave të energjisë. Në lidhje me ngjarjen në Shkodër, sipas informacioneve paraprake, informojmë se shpërtimi nuk ka ndodhur për shkak të boksit të matësve në pallat, thekson Oshe në deklaratën e saj.